Miqtë Prizmos, sot u bë tentativa e parë për konstituim të Kuvendit Kosovës. Dështoj sepse sigurisht ajo pjesë që Albin Kurti e quante hajvanat, dhe sipas Albinit, hajvanati ishte gjithë opozita kosovare, hajvanati ishte Lidhja Demokratike, Partia Demokratike, AK-ja dhe Nisma, që nxirrnin deputet. Por mund të ishte edhe në individ që do të dilte, sepse sigurisht në Kosovë 20 deputet i nxjerr, edhe i nxjerrin e serbët dhe listat e ndryshme, deputetet e ndryshëm që dalin nga ato që konsiderohen komsi të tjera, aty bashkime të tjera etnisë, të cilët kanë të drejtë të nxjerrin edhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Një marrëzi e formuar në atë kohë, nxjerrësh 20 deputet në mënyrë të tillë është një kafshëri politike, po ja që në Kosovë ja kanë përgatitur këtë në këtë lloj mënyre. Dhe normalisht ky hajvanat duhet patjetër që të shërbente për të konstituuar. Dhe normalisht që do të dëgjonin një raport që del nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe të miratohet ai. Nuk e kanë dhënë. Dhe këtë tashi Kurti e quan turp, na bën me marrë sy të botës. Kurti, që në të vërtetë s'ka fare marrë, që quan hajvanat, ata që janë kolegë dhe që do të futen, në Shqipëri nuk i quajnë kështu, i quan kriminal Sali Berisha. Ai i quan hajvanat. Me shqiptarët ndodh kjo punë, por nejse. Duhet patjetër që ta formojnë. Nuk i bëri më tepër se 53 vota. Duket se 48 i ka vetë, edhe nuk e di, 3 vota të Limajt, 2 vota të Limajt, edhe 2 vota nga këto, 2 vota po, 3 të Limajt edhe 2 vota nga Pakicat, se kështu quhen Pakicat, e tjera, për u bën gjithsej 53 vota. Me 53 vota çfarë bën Albin Kurti? Dhe kjo ishte prova e parë politike e forcës në Kuvendin e Kosovës. Pse e bën këtë punë hajvanati? Gjithmonë e them thojza, mos ma keq interpretoni. Kështu i quante Kurti, duke qenë natën e parë, me thënë natën e fundit dhe natën e parë të zgjedhjeve. Quante hajvanat. Dhe sigurisht kërkon tash i votat dhe ta nxjerrin në sy të botës mirë Kurtin, këta pikërisht hajvanati. Kaq hajvan është për vete Albin Kurti. Nëse i bën provën e forcës edhe treguan që ja këto vota ke, tash merri përdori, sepse në fundit edhe zgjedhjet e parakohshme u bën pikërisht për të provuar se sa i fuqishëm është hajvanati. Dhe doli që hajvan ishte ai që i bëri provën. Se sigurisht nuk kishte më, jo vetëm ato numra që kishte dhe donte më tepër, por nuk kishte as ato numrat për cilët mund të bëjnë edhe qeveri. Dhe sigurisht partitë e opozitës kërkuan që t'jepesh dorëheqja e qeverisë të gjithë. Jo vetëm Albin Kurti dhe ai në mënyrë shembullore, as me letra të rregullta. Dorëheqje. Po, as me rregullsi normale, etike, morale, politike, nuk jep dorëheqjen. Duhet që gjithë qeveria, kur s'ka numra, t'japi dorëheqjen që të konstituohen dhe pastaj të vazhdojnë procedurat normalisht. Nuk e bën Albin Kurti, sepse sigurisht është në delirin e madhështisë, edhe pse është një humbës. Edhe pse e di që numrat nuk i ka më të shumtë ai, po i kanë më të shumtë ata që konsiderohen opozit. I kanë më të shumtë ata. Ata nuk janë terezi për vete, se po të ishin terezi, do kishin bërë numrat dhe ta kishin quar ka herë Kurtin në opozit. Por nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Edhe shifet shumë qartë. Në anën tjetër, Limaj megjithse i bashkon ato
votat për ta konstituar, thotë jo, nuk kam bizeduar gjë për të vazhduar qeverisjen. Edhe sigurisht janë edhe ke pakicat, disa prej deputetëve që thotë jo, s'është bizeduar për ne. Nuk e dim se si do bëhet qeveria më vonë. Edhe sigurisht i drejtohen presidentës që tash i thonë a keni zgjidhje ti për të bërë. Por mbetet ajo që unë po them që në fillim, politikisht dhe strategjikisht në atë që konsiderohet konstituim i një kuvendi dhe pastaj marrëveshjet për të bërë qeverinë. Që të gjitha këto gjëra deri në fund bëhen duke pasur parasysh edhe votat e hajvanatit. Tash këtë përgjegjësi politike duhet ta marrë Albin Kurti, sepse ai ka shpikur dhe termin hajvanat dhe ai duhet gjejë zgjidhjen si bëhet që me hajvanatin të bëjnë dhe numrat për të vazhduar demokracinë hajvane në këtë rast të tijen në kuvendin e Kosovës. Dakord miqtë mi, ky është edhe momenti. Sigurisht që Kosova është në rrugën e fillimit të një demokracie që Kurti e shpallte më të mirë në Ballkan. Shteti më i mirë i Ballkanit, demokracia më e mirë e Ballkanit. Drejtësia më e madhe e Ballkanit buronin nga Albin Kurti, edhe nga shteti që formon Albin Kurti. Por gjithmonë demokracia është numër. Si t'jen hajvan, si mos t'jen hajvan. Si t'jen hajvanat, si mos t'jet hajvanat. Demokracia është numër. Ai që ka më tepër numra, pastaj bën edhe atë që konsiderohet pluralizëm, demokraci, shtet. Të gjitha i formon por në bazë të numrave. Tash do provojnë atë forcë numrash, kartonash, gjendjesh epileptike të formimit, çformimit, të marrëveshjeve, jo marrëveshjeve, absolutitetit idiot që kërkon Albin Kurti qeverisi vetëm edhe pa mundësisë për të qeverisur në mënyrë të tillë. Sepse populli i Kosovës nuk është as hajvan që të formojë hajvanatin, sepse sigurisht i ka thënë asaj pjesë të popullsisë që është më shumë se pjesa e tij, ju jeni hajvan. Kurrën e kurrës nuk i kisha dhënë edhe unë asnjë lloj vote një njeriu i cili quan gjysmën e Kosovës hajvanat. Njeri i tillë nuk meriton kurrë të vinë pushtet, kurrë të jetë kryeministër dhe kurrë të bëj demokracinë, sidomos ta ketë në dorë atë. Demokracia, po ja përsëris edhe një herë, është numër. Dhe këto numra i përcakton ai populli i Kosovës. Dhe populli i Kosovës nuk mund të jetë kurrë hajvan për të zgjedhur problemet hajvanatit që do dhe Albin Kurti, krye hajvani, personalisht ai vetë si person, që kanë nxjerrë ndonjëherë historia e politikës të demokracisë së re të vonshme në Kosovë. Ka dhe ca shok të tjerë aty, sigurisht ka dhe ca të ngjashëm diku, por kaq, jo më tepër se sa kaq. Tash sigurisht vazhdojnë historinë e zgjidhjeve nga më të ndryshmet dhe uroj që ta formojnë qeverinë, ta ketë prap, të provojë edhe se si qeveriset me përballë hajvanatit.